Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Në fakt më keni pyetur shumë për sezonin e ri tashmë të Big Brother VIP 6, një sezon që ka filluar të komentohet goxha herët, që përflitet për të shumë herët, si do t'jetë shtëpia, kush do t'jenë banorët e kastit, çfarë luksi do t'ketë, kush do t'jetë moderatori, kush do t'jetë opinionisti, kush do t'jetë moderator në fan club. Në fakt ka patur shumë komente të ndryshme që unë i qëndroj jam i bindur që do me thënë moderator do t'jenë ato të cilët kanë qenë gjithmonë, që nuk kuptohet Ledioni, dhe më pas në këtë rast kemi dhe Sarën si producente dhe dyshoj që Arbër Hajdari dhe Monika Kryemadi do t'jenë në rolin e vazhdueshëm edhe këtë vit të opinionistit. Por çfarë kemi arritur të kuptojmë në fakt nga plane që po bëhen akoma në tryezën e Big Brotherit apo në tryezën e producentëve për këtë edicion, se çfarë do të mbaj brenda ky edicion. Edicioni 6 i Big Brother VIP Albania pritet të sjellë një shtëpi krejtësisht të re, më moderne, më luksoze dhe më sfiduese se çdo sezon i më përparshëm. Do me thënë këtë vit do t'jetë çdo gjë fenomenal. Edhe pse nuk ka ende një prezantim zyrtar të shtëpisë, duke u bazuar te mënyra se si evulon zakonisht formati, mund të imagjinohet një ambient me teknologji të avancuar, ndriçim spektakolar dhe hapësira të projektuara për të krijuar dinamika të forta mes të gjithë banorëve. Që në hyrje, banorët mund të përballen me një korridor të gjatë dhe të mbushur me efekte drite, me ekrane LED dhe kamera të fshehura, duke krijuar ndjesinë se çdo hap i tyre është pjesë e një loje. Obori pritet që të jetë shumë më i madh, me pishinë, me xhakuzi, me këndë relaksi dhe me një arenë të posaçme ku do të zhvillohen sfidat javore. Dhoma e ndenjës pritet të jetë zemra e shtëpisë, me divane të mëdha, tavolinë qendrore dhe një ekran gjigant ku Big Brother komunikon me banorët. Kuzhina do t'jetë më funksionale, por njëkohësisht vendi ku do të lindin debatet më të mëdha për gatimin, ndarjen e ushqimeve dhe organizimin e punëve të përditshme. Dhomat e gjumit, do me thënë prej të kuzhinat kalojmë te dhomat e gjumit do të kenë një stil të ndryshëm, ku secila do të krijon një atmosferë të veçantë. Njëra mund të jetë më luksoze, një tjetër minimaliste, ndërsa një dhomë mund të përdoret vetëm si pjesë e sfidave ose si pjesë privilegj për banorët fitues. Që dyshohet këtë vit që mund të ketë edhe një dhomë sekrete, ku një banor dërgohet për misione të fshehta ose për të ndjekur zhvillimet pa u parë nga të tjerët. Dhoma e rrëfimit, që është dhoma më e veçantë, mbetet një nga ambientet më të rëndësishme. Aty banorët flasin vetëm me vllaun e madh, rrëfejnë emocionet, rrëfejnë strategjitë, rrëfejnë mendimet e tyre pa ndërhyrjen e banorëve të tjerë. Një tjetër element që mund të rikthehet është dhoma e surprizave, që do me thënë ka qenë çdo vit, ku banorët zakonisht aty marrin takime me familjar, mesazhe të veçanta ose përballen me vendime që ndikojnë drejt për drejt me lojën. Tani, shtëpia që ta kemi parasysh nuk ndërtohet rastësisht. Çdo ambient është menduar për të krijuar bashkëjetesë, sfida dhe ndërveprime mes banorëve. Banorët jetojnë të izoluar nga bota e jashtme dhe janë në nënvëzhgim të vazhdueshëm nga kamerat dhe mikrofonët. Ata nuk kanë akses normal në internet, telefona apo media të jashtme. Tani, do me thënë, këto janë pak e shumë shtëpia se si do të duket këtë vit. Do me thënë pritet një shtëpi shumë më gjigande se sa vitet e tjera.
Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Tani dua pak të ndaloj tek dyshja Sara dhe Ledion, të cilët në fakt janë shumë të kërkueshëm nga publiku dhe janë shumë të komentuar. Të gjithë duan të dinë për jetën e tyre, të gjithë duan të dinë për privatësinë e tyre. Shumë më kanë pyetur Tiron pse nuk kemi një përditshmëri të Sarës dhe Ledionit, nuk kemi shtëpinë e tyre, nuk kemi ambientin e tyre, nuk kemi përditshmërinë e tyre, kemi shumë pak nga jeta e tyre private. Pse Sara dhe Ledioni kanë përzgjedhur të kenë pikërisht të statusin dhe nuk nxjerrin gjëra që duhet t'i nxjerrin. Tani, Sara dhe Ledioni janë një çift që në pamje të parë duken sikur nuk kanë marrëdhënie me njëri tjetrin, domethënë, sepse ne jemi mësuar që çiftet i shohim krejtësisht ndryshe. Por në thelb, historia e tyre e dashurisë na ka mësuar që ato janë një çift vërtet pozitiv. Janë një çift që dashurinë e kanë brenda vetes së tyre. Nuk e kanë dashurinë për botën, nuk e kanë dashurinë për të tjerët, nuk janë personazhe publik që shfrytëzojnë gjithçka për klikime sepse atyre nuk ju duhen klikimet, ato i marrin klikimet prej të tjerëve, janë prodhim klikimesh, ato bëjnë një diçka që të tjerët e marrin atë gjën dhe e përfolin shumë dhe ato krijojnë klikime, nuk janë në atë stadin që duhet të bëjnë lëvizje për famë. S'duan, famën e kanë arritur, por lëvizjet e tyre nuk janë për famë. Ledioni dhe Sara nuk janë personazhe publik që duhet të bëjnë një skandal që të mbjetojnë sa më gjatë në skenë me skandalin e tyre. Raporti dhe marrëdhënia, nga informacione që kam unë, është shumë korekte. Ledioni dhe Sara po përgatisin plane për të zhvillimin e televizionit Top Channel, sepse Sara dhe Lori kanë një peshë shumë të madhe në rrugtimin e këtij televizioni, në të gjitha ato emisione që ne i shohim, janë prodhim dhe produkt i Sara Hoxhës. Dhe për të sjellë të gjithë këtë mirësinë e bukur, Ledioni dhe Sara mundohen që të ndajnë të gjithë energjinë e tyre. Me patjetër që edhe tek çifti ka pushime, me patjetër që edhe tek çifti ka udhtime, me patjetër që edhe tek çifti ka jetë, por Ledioni dhe Sara kanë vendosur që privatësinë e tyre të mos ta ndajnë me publikun, por ta kenë për vete. Ta mbajnë për vete dhe kjo në fakt është gjëja më e bukur që e shijon këtë marrëdhënie dhe e jeton këtë marrëdhënie. Unë uroj me zemër që gjërat gjithmonë t'ju shkojnë kështu, uroj me shpirt që gjërat gjithmonë të shkojnë kështu dhe çifti të jetë në stadin më të lartë të famës së tyre.